Jemi rikthyer sërish në studio, jemi në transmetim të drejt për drejt, do të ndalemi në një tjetër çështje shumë e rëndësishme të diskutimit, sikurse e paralajmërova vetëm pak minuta më parë, ku patyshim është bashkuar edhe ftuar në studio, por së pari po njohim një herë me zhvillimet kryesore, më pas vijmë me temën. Çështja Balluku nuk është vetëm një dosje juridike, por një test kritik për luftën kundër korrupsionit dhe përgjegjësisë politike në Shqipëri. Ishte ky mesazhi i fortë i delegacionit të Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian, që zhvilloi një vizitë në Tiranë. Kryetari David McAllister foli edhe për protestat e opozitës, kur deklaroi prerë se dhuna nuk ka vend në demokraci, teksta konfirmoi se nuk do të kishte një takim me kryetarin e PD-s Sali Berisha. Me fjalimin e ish presidentit Thaçi nisën deklaratat e 4 ish-krerëve të UÇK-s në dhomat e specializuara të Hagës. Thaçi u shpreh krenar që ishte bërë pjesë e luftës për të ndaluar masakrat serbe, por tha se asnjë akuzë nuk qëndron dhe se ishte Milošević ai që kishte kryer gjenocid. Edhe Krasniqi, Selimi e Veseli mohuan çdo akuzë dhe kërkuan pafajësi. 4 ish-liderët e UÇK-s akuzuan prokurorinë speciale se po merr në shenjestër pavarësinë e Kosovës, duke theksuar se historia e saj nuk mund të rishkruhet në një sallë gjyqi. Vendimi pritet të shpatet brenda 90 ditëve. Në një reagim ekskluziv për Report TV, presidenca komenton për herë të parë nismën e socialistëve për të ndaluar gjykatën të pezullojë një antar të qeverisë apo disa funksione të tjera kushtetuese, përfshirë dhe vetë presidentin. Kreu i shtetit thotë se për nismën do të shprehet në dekret, pasi ajo të ketë kaluar në rrugë parlamentare e të jetë shndërruar në ligj. Kryeministri Edi Rama do të jetë në SBA për themelimin e bordit më 19 shkurt, ndërsa edhe një herë qeveria tha se deri në këtë fazë Shqipëria nuk ka asnjë angazhim financiar për përfshirjen e Shqipërisë. Delegacioni i Parlamentit Evropian që vizitoi Tiranën tha se mbajti shënime duke vënë në dukje se edhe mes vendeve anëtare të BE-s ka paqartësi mbi këtë bord. Gjykata kushtetuese shuan përfundimisht çdo shpresë për pafajësi të Arben Frokut, i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e kryekomisarit Dritan Lamaj me 24 shkurt 2013, pasi gjykata për të drejtat e njerëzit kërkoi rihapjen e dosjes Froku. Dje gjykata kushtetuese e rimori në shqyrtim ku prishi një vendim të saj të 2018-s dhe pasi mori në analizë pretendimet, rrëzoi kërkesat e Frokut për prishje të vendimit të apelit të gjykatës së lartë që e kishin dënuar me burgim të përjetshëm. Në spitali rajonal të Lezhës, i cili mbulon me shërbim dhe mirëditën e Kurbini, nuk kryen asnjë analizë pas datës 20 të çdo muaji. Kompania që ka marrë koncesionin e laboratorëve ndalon shërbimin, pasi kalohet limiti i fondit prej 5.5 milion lekësh. Pacientët detyrohen të shkojnë në privat ose të presin muajin tjetër për të bërë analizat, ndërsa SPA ka intensifikuar hetimet për këtë koncesion javët e fundit, edhe pse janë zhvilluar kontrolle në të gjithë kompanitë e lidhura me Spitalin Amerikan dhe Klodiana Beun, që dyshohet se qëndrojnë pas koncesionit.